Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Stajka duke vënë në pranga një 39-vjeçar i cili kishte përshtatur lokalin për përdorim droge dhe lojra fati. Në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë dhe goditjen e paligjshmërive, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të VAUTD-s në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Stajka. Si rezultati i këtij operacioni u arrestuan në flagrancë 39-vjeçari Apalushi banues në Stajk. Gjatë kontrollit të një subjekti bar kafe në përdorim të këtij shtetasi, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lënde narkotike kanabis, një valixhe me çipsa pokeri dhe letra bigjozi, të cilat përdoren për lojra fati. Gjithashtu, gjatë kontrollit të banesës së këtij shtetasi, policia gjeti një sasi tjetër lënde narkotike kanabis, fara të dyshuara kanabisi dhe një mjet prerës thik. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprat penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve, përshtatje lokalit për përdorim droge, prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta, vënia në dispozicion e lokalit për lojra fati, si dhe organizimi i lojrave të fatit.